Ansambli i Tetovës ka qenë temë diskutimi gjatë një takimi në qeveri me zëvendës kryeministrin e parë Bekim Sali dhe ministrin e kulturës Zoran Ljutkov, tha për televizionin Koha zëvendës ministri i kulturës Sedat Sulejmani, duke përgënjestruar, siç tha, zëra që kanë qarkulluar në opinion lidhur me fatin e këtij ansambli. Zëvendës ministri i kulturës Sedat Sulejmani u shpreh prerë se nuk do të mbyllet asnjë institucion shqiptar. Por jo vetëm kaq, në vazhde sipër janë aktivitetet që 20 persona të punësohen në ansamblin e Tetovës. Nuk ka të bëjë asgjë me realitetin ajo çka bisedohet për momentin në opinion. Më thonë së paku derisa Vleni do të jetë në qeveri, nuk do të mbyllet asnjë institucion shqiptar. Pikërisht në këtë drejtim biseduam edhe për punësimet, jemi në kompletimin e dokumentacionit, edhe së shpejti do ta dërgojmë kërkesën deri te Ministria e Financave dhe shpresojmë se diku deri 20 persona do të jenë të punësuar në ansamblin e këngëve dhe valleve të Tetovës. Zëvendës ministri Sulejmani ndau edhe një informacion tjetër. Sipas tij bëhen edhe 5 punësime në ansamblin e këngëve dhe valleve popullore shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Sot e morëm lajmin e mirë, na erdhën edhe ata pëlqimet të cilat ishim në pritje, domethënë do të kemi edhe 5 punësime shtesë në ansamblin e valles Shkup, prandaj prej këtu mund të ta japim lajmin e bukur. Shpresoj që së shpejti do të formohet komisioni dhe do të kemi edhe 5 punësime shtesë. Pas këtyre njoftimeve, përmes komunikatës ka reaguar koalicioni Vlen. Sipas tyre, kultura është në duar të sigurta. Ansamblet po ruhen dhe forcohen duke konfirmuar nisjen e procedurës për punësimin e 20 personave në ansamblin e Tetovës dhe 5 punësime shtesë në ansamblin e këngëve dhe valleve në Shkup. Vlen mbetet e vendosur që të garantojë jo vetëm mbrojtjen, por edhe zhvillimin e mëtejshëm të institucioneve kulturore shqiptare përmes mbështetjes konkrete për artistët, krijuesit dhe trashëgiminë tonë kulturore. Po dëshmojmë sërish se kultura shqiptare nuk mbrohet me fjalë, por me vendime, me përgjegjësi institucionale dhe vizion të qartë politik, thuhet në komunikatën e koalicionit Vlen.